Si e çut shqiptar. Kush mendon ju se është përgjegjës për zjarret që po ndodhin në Shqipëri? Domethënë kush po I vendos këto zjarre dhe për çfarë qëllimi? Nëse nuk besoni që po I vendos dikush, besoni të pamundurën sipas menimit tim, që këto të jenë aksidentale, edhe po ndodhin kështu nga vera e nxehtë dhe ngrohja globale. Kjo sipas menimit tim është e pamundur. Duhet gjejmë kush është përgjegjës dhe për çfarë qëllimi pa bën këtë gjë. Si do e gjejmë? Është e pamundur, është e pamundur. Domethënë nga komentet, nga shumë komente po lexoj për shkak e Dirama, ashtu e vuaj Dirama. Edhe unë atë mendoj, e kuptoj unë personalisht. Po puna është si mund ta vërtetojmë këtë gjë. Do shihni e Diramën të shku vetë me kom të veta, me shkrepse në dorë kështu, jo. Ai nëse ka bëj, I ka thënë dikujt, I cili I ka thënë dikujt, I cili I ka thënë dikujt. Kuptoj kush e di sa shtresa ka. Pagesa është bë me kripto, hajde gjeje, edhe personit fundit në listë I kanë thënë mos e nxirr ndonjëherë të vërtetën, kush e dha urdhrin se nuk ta lëshojmë familjen që ta kenë rrëmby. Kështu që s'mund ta vërtetojmë, kuptoj mund të ecim vetëm me intuit. Tashi, hajde shohim çik kush është intuitivisht ai që I ve flakët. Këtë verë që jemi në 2026, që pothuajse po mbaron, ka pas goxha zjarrënie të tilla në për shumë shtete të botës. Si për shembull ky këtu, që ishte një turist nga Izraeli, që kishte shkuar në Argjentinë dhe është arrestuar kohët e fundit sepse I ka vu flakën pyllit. Nuk e di çfarë pati, domethënë, ka shkuar turist në Argjentinë dhe I ka vu flakën pyllit. Edhe kjo këtu ishte shumë e bukur, është një turist tjetër nga Izraeli, 35 vjeç, që është arrestuar në Greqi, se I ka vu flakën pyllit në ishullin e Kretës. E njëjta gjë, domethënë, shkojnë turistat diku dhe I vën flakën pyllit. Po ç'patet më, çmenët gjë rrugës apo ishit çmen? Kili arreston turistin nga Izraeli sepse ka shkaktuar zjarrin në pyllin e Pentagonisë dhe ka vrarë 15.000 hektar pyll. E njëjta histori, për herë të tretë domethënë, edhe brenda këtij viti. Edhe kjo punë e Kilit me këtë pyllin e Pentagonisë është shumë e bukur, zemër, sepse në Kili nuk është hera parë që ndodh, është paktën hera 5 që ndodh. Ja ku I keni 4 tjerë të zemër. E para ka ndodhur në 2011, është arrestuar një turist izraelit sepse ka vu flak te pylli I Pentagonisë në Kili. Kjo që sapo ju përmenda. Hera e dytë ka ndodhur në 2012 dhe pastaj ka ndodhur në 2014 dhe pastaj në 2017. E njëjta gjë, 5 herë rresht. Është një turist izraelit që shkon në një vend tjetër dhe vë një zjarr aksidental atje. Po çe janë këto njerëz kaq fllliq kështu mulla? Si bëjnë këto njerëz kaq të fllliq, domethënë, si mund të shkosh si turist te një vend tjetër që të ka hap derën e ti vesh një zjarr aksidental atyre? Aksidental megjithëse sapo ju përmenda unë 7 raste të ndryshme, edhe ka të tjera, e kupton? Po nga vjet, jo nga ky vit. E kuptoni më zemër, si bëhet njeriu kështu? Puna është zemër se këto nuk bëhen kështu, këto lindin kështu, ose le të themi që kështu I edukojnë fëmijët e tyre që kur janë bebe fare. Këto zemër kështu kanë qenë dhe para 2000 vitesh. Se ju paralajmëron çdo libër për këto që janë kështu para 2000 vitesh, përfshi dhe librin që e kanë shkruajtur për vete. Për prallën që e shkruan për vetet e tyre, sikur janë të bekumit dhe të përzgjedhurit e Perëndis, që pastaj t'ia tregojnë si prallë, e të ndjen krenar fëmijët e tyre, aty o zemrat e librit që kanë shkruajtur për vete, kanë shkruajtur që ne I dogjëm qytetin me zjarr edhe pastaj I vodhëm argjentin dhe arin edhe bronzin. Ata goditën me shpatë çdo njeri që ishte në të, duke I shfarosur, nuk mbeti askush që merrte frym. Pastaj Jozeu e dogji Hazorin me zjarr. Por ne jemi të mirët, ne I bëm gjithë këto, po jemi të mirët. Qofse shihni këtë lajmin këtu, që është I 2026, do shihni që Izraeli ka shkuar dhe ka helmu puset e palestinezëve në West Bank. Kjo ka ndodhur në 2026. Po puna është se ka ndodhur edhe në 2024, ka ndodhur njëjta gjë, domethënë I kanë prish puset dhe I kanë helmu puset. Qofse shkoni dhe më mbrapa, në 1948, kur ka filluar lufta, kur u krijoi shteti I mallkuar I kësaj toke, do shihni që kanë bërë të njëjtën gjë, që në 1948, domethënë ushtria izraelite ka helmu puset e palestinezëve. Qofse shkoni në 1541, do shihni këtë teologun që quhet Johannes Eck, që ka thënë këtë shprehjen këtu. Kudo që të shihni smundjet më të këqija, aty ku janë më keq, aty do shihni çifut që kanë helmu puset përsëri. Dhe nëse shkoni prap shumë më mbrapa në kohë kur është shkruajt Bibla, do lexoni, do të prisni çdo pemë të mirë, do të mbyllni të gjitha burimet e ujit dhe do të prishni çdo tokë të mirë duke mbuluar me gur. AKA mbulo puset. Këto ishin të famshëm që mbulonin puset, që mos ketë si me pi ujë armiku. Ata shkatruan qytetet secili hodhi gur mbi çdo tokë të mirë derisa ajo u mbulu. Edhe I mbyllën të gjitha burimet e ujit dhe pren çdo pemë të mirë. Ja do ta ushqej këtë popull me ushqim të hidhur dhe do t'u jap të pinë ujë të helmuar. Domethënë arsyeja pse po ja përmend kështu, pse po ja ndërtoj kështu është me ju bë një lloj timeline, që mos habiteni, që janë këto njerëz të fllihur që vënë zjarre. O kët kanë bërë që para 2000 vitesh, kështu I edukojnë fëmijët e tyre, kështu lindin, mund të argumentohet, kështu e kanë kulturën e tyre dhe fenë e tyre. Edhe është diçka që po na paralajmërojnë gjithë librat që kur shpik koncepti I librit, por ne nuk mushim mend. Ne bëjmë të njëjtat gabime që kena bërë para 2000 vitesh. Ne I vëmë në pozicione pushteti, I bëjmë president Amerikës, shtetet më influencial të botës dhe I lejojmë turista në vendin ton. Këto që janë përjashtuar nga çdo shtet. Është e vërtetë, janë përjashtuar nga çdo shtet që kanë hyrë ndonjëherë. Shihni përjashtimet në shtete të ndryshme nga viti 250 deri në vitin 1492.
Ky këtu është vazhdimi i të njëjtës listë nga 1495 deri në 1775 dhe kjo këtu është fundi i listës nga 1789 deri në 1948 që këto krijuan shtetin e tyre. Tash mendoni se janë kot gjithë këto zemra? Kush e ka fajin këtë rast, domethënë si mund të përjashtohesh kot nga gjithë këto shtete? Qofse ti hyn të gjitha shkollat e Shqipërisë, të përjashtojnë gjitha shkollat. Kush e ka fajin? E ke fajin ti apo e kanë fajin shkollat? A kuptoni më zemra? Thelbi është që gjithë kjo listë gjatë janë shtete në historinë e njerëzimit që na kanë paralajmëruar për të njëjtit njerëz. Mos i le këto njerëz në shtetin tat, se do të dhjesin gjithçka. Sot ne nuk marrim mend nga gabimet tona. Sot ne dhe çdo shtet tjetër i hapim derën. Hajde mirë se erdhët. E pastaj themi ç'ne që na vun zjarrin. Kështu është intuita ime të paktë, nuk mund ta vërtetojmë siç u thash. Ju besoni ç'a doni. Hajde ciao.